jam një këngëtar dhe këndoj çdo natë në kafe. Kjo është zgjidhja ime sepse nuk kam rrugë tjetër për të mbajtur familjen. Çka do më këshilloni ju për këtë gjë? A është haram? Fillimisht unë dua të flas për qëndrimin e fesë islamit lidhur me punën tënde. Punosh këngëtar në kafe, padyshim se nuk është një punë e mirë. Është një punë e ndaluar. Nëse në kafe aty ti disponon kënd. Ti i thirr me zërin tënd kush vjen atje. Njerëz që të pinë alkool. Njerëz që dehen aty. Njerëz që me siguri nuk i kanë kryer si duhet obligimet familjare. Dhe tash vinë të shpenzojnë para në gjërat ndaluara dhe ti i disponon këtë drejtim dhe u arsyeton qëndrimin në atë kafe. Vetë emri kafe ka emrin e shëmtuar. Kush vjen në atë kafe? Prandaj mendoj që ky profesion duhet të jetë në vëmendjen tënde e qartë se është ndaluar. Dhe fitimi në këtë aspekt është haram, është ndaluar. Nuk është mirë me ju ushqy fëmijët me haram. Tash vije pyetje, e çka të punoj unë? Nuk mendoj se është përgjegjësia ime që unë të bëj zgjidhje çfarë të punosh. Por gjithashtu nuk mendoj se kjo është puna e vetme që ti mund ta bësh. Nga ti me siguri nuk e kry shkollë për këngëtar. Por e ke një lloj aftësie për të kënduar, e ke zërin e bukur me siguri dhe këndon. Ja është e trajnu. E po mirë, çysh je mësuar me kënu? Pse nuk mëson me bëni zona tjetër, me punu? Nëse kjo duket më ala vërdesh, më lehtë veç të kënu me fitu, po kjo është diçka tjetër. Mirë, po nëse angazhohesh dhe përpjekësh dhe mbështetesh në Allahun e Madhnuar dhe kërkon rrugdalje, Allah ka më të bërë rrugdalje. Mund të shilloj që të largohesh nga kjo punë. Dhe të japësh fund kësaj pune, duke kërkuar në anë të punë të tjera dhe zanate që mund t'i përvetësosh për kohë të shkurtër të punosh diçka i siguron përmes asaj pune të ardhurë familjes tënde.